Punë e palosme ka qenë 40 vitet e mia. Si do të ndihem, si çdo shqiptar, me dignitet dhe krenari, çdo fëmijë, çdo nxënës du ta dinë se kjo është vullosja, mbijetesa e popullit ton shqiptar. Të edukosh fëmijët nuk është as pak e lehtë. Duhet takt që të punosh me ta. Rol të posaçëm në edukimin e fëmijëve kanë prindrit, por në këtë rrugtim nuk janë ata të vetmit. Mësimdhënësit janë ata që japin shumë nga vetja e tyre që e ardhmja e kombit ton të jetë në nivelin më të lartë të dijes. Unë sot kam nderin dhe kënaqësinë që pjesë e intervistës time të jetë mësuesja ime Suzana Fida. Së pari gëzuar festën mësuese dhe faleminderit që je pjesë e intervistës tonë. Juve keni dhënë kontributin tuaj në arsim, konkretisht në lëndën e gjuhës shqipe, për 40 vite me radhë. Si ndiheni ju sot në këtë ditë? Për këtë ditë 22 nëntore, me qenë se kam vite, dekada, 4 dekada kam punuar. Si do të ndihem, si çdo shqiptar, me dignitet dhe krenari dhe nostalgji, e presim këtë ditë, çdo herë duke i kujtuar nxënësit, shkollën, mësuesit, mësimdhënësit, të gjithë. Çfarë aktivitetesh keni zhvilluar ndër vite për 22 nëntoren? Për 22 nëntoren edhe për çdo festë, çdo herë kam qenë angazhuar dhe ju e dini mirë. Puna e palosme ka qenë imja, me aktivitetet të ndryshme, me poezi, me recitime, me këngë, me hamera të cilat i ndërtojshit ju, i bëjshit, të ndryshme, lloj gjërash janë punu. Aktiviteti s'është ndalë asnjëherë. Punë e palosme ka qenë 40 vitet e mia. Por tani, a mbahen aktivitetet të njëjta ose të ngjashme? Besojmë që mbahen, se du ta dinë se kjo është vullosja, çdo fëmijë, çdo nxënës du ta dinë se kjo është vullosja, mbijetesa e popullit ton shqiptar. Nëntori është muaj që e kujtoj me krenari këtë ditë, nëntorin. Sa ka ndryshuar mënyra e mësimdhënies gjatë viteve? Mendoj se ka ndryshuar, jo pak, po shumë ka ndryshuar. Ti Linda, nuk është ajo, për shembull, që ka qenë nxënësi, ka qenë interesuar për mësim, edhe arsimtari duhet jetë i devotshëm para nxënësve në